Përshëndetje të dashur miq. Jam shumë entuziazmuar të flasim sot në lidhje me hënën e re, këtë shkurt, në datë 17 ose 18 në varësi të zonës ku ju ndodheni, sepse është në fakt do ta cilësoja personalisht si hënën e re më të rëndësishme të këtij viti. Dhe jo më kot, por për arsyen sepse në të vërtetë është fillimi i një cikli të ri hënor. Dhe gjithashtu, është fillimi i vitit të kalit të zjarrt për cilin e kemi folur. Pra mund të shihet ndryshe edhe si një fillim viti. Një fillim i një viti të ri. E di që mund të duket e çuditshme për disa për jush, por vërtet funksionon. Dhe madje edhe ditëlindja jonë është një fillim i një viti të ri për ne personalisht. Por kjo është në një skemë kolektive, si të thuash, pra në një më gjërësisht është fillimi i një viti të ri. Ku çdo gjë që deri më tani është dukur sikur ka qenë në vend numero, apo nuk ka lëvizur, apo ju është dukur ju sikur ju nuk keni bërë progres, tani më gjërat do të fillojnë dhe të marrin një shpejtësi pas kësaj hëne të re. Prandaj mund ta shohim si hëna më e rëndësishme e këtij viti, të paktën ky është opinioni im personalisht, edhe për faktit që është një eklips diellor në po këtë hënë të re, pra përgjatë kësaj hëne të re, sepse kjo tregon që në një perspektivë kolektive, si të thuash, pra më gjërësisht do të kemi më shumë iluminim për më shumë njerëz. Sepse përgjatë edhe gjatë vitit 2025, por edhe gjatë fillimit të këtij viti, kemi patur shumë individë të cilët janë iluminuar për pjesë të ndryshme të jetës së tyre. Dhe sigurisht kjo është më së pranueshme sepse jo të gjithë jemi në të njëjtin rrugtim dhe kemi kohë të ndryshme, se kur ne mund të kemi këto aha moments apo të kemi këto iluminime në lidhje me fushat të ndryshme të jetës dhe nuk kemi njësoj, por tani më do të fillojnë dhe të shtohen më shumë individët saqë do të dukemi sikur jemi vërtet në një rrugtim së bashku. Ose në më saktë grupe të ndryshme, sepse ndoshta nuk ka arritur ende në një shkallë më të gjerë shoqërie. Gjithsesi është shumë e rëndësishme që ne të jemi të, si të thuash, të parapërgatitur që mund të vinë ide të shpejta, ndryshime të shpejta në jetën tonë, të cilat mund të na bëjnë të ndjehemi jo kaq stable, jo kaq me këmbë në tokë apo të tokëzuar. Sepse mund të vinë kaq shpejt si një tornado dhe të na shkundin disi. Prandaj ta dim këtë, e keni parasysh sikur po ta dinim që do të vijë një tornado, ky është një shembull që po më vjen, sigurisht që do të merrni masa, apo thjesht të paktën dhe sikur s'kemi gjë në dorë, sepse është diçka që se kontrollojmë dot momentalisht. Atëherë ne thjesht mund të përgatitemi dhe thjesht ideja që e dim që do të ndodh na ndihmon shumë. Dhe këto ndryshime mund të jenë iluminime në fushën e shoqërisë, në fushën e jetesës, të karrierës, në fushën e për shembull në jetën në çift apo në jetën familjare. Mund të jenë nga më të ndryshmet dhe tema kryesore në fakt është identiteti i vetes që mund të vihet në mëdyshje apo thjesht ju mund të dini me pyetje papritur që si keni patur më përpara për veten tuaj. Dhe gjithashtu një konflikt do të ndodh, ndoshta në midis egos dhe domethënë të qenurit jo egoistik si thua apo thjesht të menduarit për veten në këndvështrim me të menduarit edhe për kolektivin apo çfarë mund të bëj unë që të jem në përputhje me kontributin tim që kam për të ofruar ndaj kolektivit. Sepse ndoshta shpeshherë njerëzit tentojnë që thjesht të fokusohen në një perspektivë më të vogël dhe të mendojnë për veten, për familjen, ndoshta, por tani ka ardhur koha që të mendojmë jo vetëm për veten dhe familjen, apo për njerëzit tanë të dashur, por edhe në një shkallë kolektive, çfarë mund të bëjmë ne që të bëhet shoqëria një vend më i mirë, që ne të ndihmojmë dhe të kontribuojmë që bota dhe toka të jetë një vend më i mirë, që ne të jetojmë, që fëmijët tanë të jenë më të lumtur dhe brezat që do të vinë. Pra kjo kërkon një farë lëshimi të egos, që ne të mendojmë edhe për brezat që do të vinë, sepse disa për jush mund të mendojnë, po ç'pun kam unë s'po përfitoj gjë, përse duhet ta vras mendjen unë. Ky pra është ndryshimi midis të menduarit
në këtë këndvështrimin e egos, që nuk ka asgjë të keqe, dhe të menduarit në një shkallë kolektive, që mund të thuash është paksa, jo nuk e lë veten tënde më njën as pak, madje kjo të kthehet e shumë fishuar, por thjesht ideja që të hedhësh të hap dhe të mendosh për më shumë, të mendosh për brezat që do të vinë. Dhe shembulli që po më ofrohet është për shembull të mendosh që nëse mbjell këtë farë sot, do të mbi një pemë. Dhe kjo pemë nuk do të më ushqej, nuk na ushqej vetëm ne pra dhe familjet tona dhe nipëri dhe mbesat sigurisht. Por ndoshta edhe brezat që do të vinë, sepse pema jeton shumë e gjatë dhe frytet e saj vazhdojnë dhe shijohen shumë kohë, ndoshta edhe më pasi ju ta keni shijuar, brezat të shumt ta keni shijuar, pra kjo pemë vazhdon të jetojë. Dhe kjo është ajo që ne jemi të thritur të bëjmë tani, të krijojmë diçka si kjo pemë që do të vazhdojë dhe do të ushqej, si të thuash, edhe në kuptimin energjetik, edhe brezat që do të vinë. Dhe jemi të thritur të gjithë që të shohim këtë pikturën e madhe. Këtë e lidh edhe me faktin që pash një ëndër, specifikisht tje, që e lidh shumë me këtë mesazh tani, ishim në një labirint. Për të dalë në anën tjetër, të gjithë ishin duke u munduar të gjenin një rrugë në këtë labirint të vogël, që në fakt ishte shumë e thjeshtë për të dalë, por duke qenë aty, ne menduam se humbëm, ne menduam se vërtet nuk po gjejmë dot rrugën e duhur dhe ngelem këtu brenda. Dhe ajo që mua më tregua ishte në fakt që po të ngrihemi sipër dhe të shikojmë nga një perspektivë më e gjerë, normalisht duket çdo gjë e labirintit, si në ato lojrat që ne shohim që mund të shikohet se si mund të dalësh, hyrja, dalja, rrugët e ndryshme, mund të shikosh njerëzit që kanë ngecur dhe mund t'ju udhëzosh që hey, kjo është rruga për të dalë. Dhe nëse ne vërtet, hap pas hapi, mundohemi që të shikojmë këtë pikturën e madhe, do të jetë shumë herë më e thjeshtë që jo vetëm që mendimet dhe besimet negative dhe limituese nuk do të na mbajnë më mbrapsht tani më, por do të jetë shumë e lehtë për ne të themi që kjo është ajo që ne duhet bëjmë, pra të kemi një vizion të qartë. Sepse kjo ëndër e është në shenjën e ujorit, dhe kjo lidhet shumë me pjesën e të qenurit vizionar, të qenurit përparimtar dhe ndoshta thjesht të shikonim diçka që edhe nuk ekziston. Por ju mund ta bëni të prekshme dhe ju mund ta aktualizoni atë gjë që nuk ekziston. Dhe është shumë e thjeshtë kur ne ndikohemi nga njerëzit dhe nga besimet limituese dhe nga fjalët që na thonë të tjerët, në këtë moment që ajo thjesht ekziston në kokën tonë, është shumë e thjeshtë që ne thjesht ta bëjmë delete, siç bëni delete një foto në telefon. Është shumë e thjeshtë që ajo të fshihet. Në krahasim për shembull me diçka që është e prekshme. Për shembull, nëse kjo foto do të ishte e printuar, sigurisht do thoni që mund ta grisësh. Okej, ekziston dhe kjo, por kur është e prekshme, është shumë më e vështirë për shembull që ta prishësh diçka si një ndërtesë, këto janë shembull që po mbijnë. Ndërkohë që kur është thjesht një vizion, ju thjesht mund të hiqni dorë dhe nëse ju hiqni dorë, ju jeni krijuesit. Nëse ju nuk e krijoni, askush nuk e bën. Dhe për këtë hënë të re, u ndjeva udhëzuar që t'i ndaj mesazhet në lidhje me shenjat në 4 grupime, duke i cilësuar si mesazhe për shenjat e zjarrit, të ujit, të tokës dhe të ajrit. Sepse, duke qenë se kemi folur dhe jemi duke folur për kolektivin, le t'i grupojmë pak zgjërat dhe ndoshta mund të ishte edhe një mesazh specifik, por ka specifikat e tyre dhe s'mund t'i përfshija në një grup të gjitha. Kështu që edhe kjo në fakt duhet parë si një shenjë që pra jemi duke u mbledhur në grupime të ndryshme, ndoshta me njerëz të cilët kanë të njëjtat mendime si ne dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Dhe në një si të thuash, lente spirituale apo për gjithë ju që jeni në këtë rrugtim apo thjesht jeni mendje hapur ndaj kësaj teme, ju mund të keni për shembull iluminime për prap në mesazh kolektiv. Mund të keni iluminime në aspektin e misionit që ju keni. Pra mund të jetë në aspektin, nëse nuk jeni në fushën spirituale, mund të jetë në lidhje me punën tuaj, një iluminim, çfarë produkti mund të shtoni, çfarë pune ju mund të bëni, cila është puna ideale për ju, cila është karriera perfekte për ju. Dhe mund të jetë një punë çfarëdo, mund të filloni dhe të punoni nga shtëpia, mund të filloni të punoni me punë për shembull që s'kërkon që ju të jeni gjithkohës fizikisht aty.
Apo mund të filloni të punoni një punë që ju lejon të jeni fleksibël, që të merrni dhe me punët e tjera që ju keni. Dhe përsëri të jeni të kënaqur dhe me frytet që merrni nga puna juaj. Pra, të gjitha këto eliminime mund të vijnë ndërmend apo lidhje me grupe shoqërore që ne thamë, që cilët individ janë ata që mendojnë njësoj si unë dhe cilët jo, me cilët ndihem mirë dhe me cilët ndihem i ngushtuar apo e ngushtuar dhe e cënuar dhe jo vetvetja. Pra të gjitha këto janë shumë tema që mund të sillen tani në fokus. Dhe ndoshta edhe misioni juaj që ju keni në këtë jetë, në një lente spirituale. Dhe ndoshta çfarë ju mund të bëni pra në këtë sensin e kolektivit, në një pikpamje ose fushpamje më të gjerë. E kështu me radhë. Dhe para se të fillojmë, ose dhe tani që filluam, doja shumë që të cilësoja që ju mund t'i dëgjoni dhe grupime të ndryshme, pra çfarë juve ndjeni të arsyeshme. Pra ju vetëm grupin në të cilin shenja juaj është, për shembull mund të jeni dashi dhe të dëgjoni shenjat e zjarrit, por mund të dëgjoni dhe grupime të tjera që ju mendoni se kanë rëndësi. Për shembull, mund të dëgjoni shenjat e ujit nëse ju ndjeni të udhëzuar nga ky element, pra nisuni nga elementi dhe nga grupimi, siç folëm, sepse mesazhet mund të ndodhen aty dhe për ju. Pra zot thotë që pikërisht mesazhi që ka shenja juaj është kryesori, mund të ketë edhe mesazhe të tjera, sepse ne kemi në kartën tonë astrologjike, kemi dhe shenja të tjera të vendosura në të, pra në pozicione të ndryshme, në planetet të ndryshme, dhe nëse ju e keni bërë kartën tuaj astrologjike, këshilloj shumë që ta bëni dhe të shikoni edhe vendosjen e shenjave të tjera në kartën tuaj, sepse ka një domethënie shumë të madhe, specifikisht për ju. Kështu që mund të dëgjoni dhe grupime të tjera, jo vetëm shenjën tuaj. Duke filluar me shenjat e ujit, për ju ishte shumë e qartë që ju do të arrini një balancë emocionale. Ju mund të filloni të ndjeni emocionet shumë të amplifikuara tani e tutje, dhe ndoshta keni filluar të ndjeni. Por, e bukura është që ju nuk jeni më të afektuar aq shumë, ose do të arrini në këtë gjendje, pra mund të jeni në grupime të ndryshme dhe në kohë të ndryshme, siç thamë që jo të gjithë jemi në të njëjtin rrugtim. Disa për jush sapo kanë filluar dhe janë në këtë pjesën që i ndjeni emocionet shumë intensive. Disa për jush janë në këtë pjesën që janë duke u mësuar se si ti balancojnë apo si të mos afektohen kaq shumë prej tyre. Të mësohen se si të qëndrojnë në balancë, se keni parasysh kur vjen një dallgë e madhe dhe ju varga juaj lëkundet, tani më ju po mësoni se si të zotëroni varkën tuaj, pra trupin tuaj, emocionet tuaja, sistemin tuaj nervor, dhe të qëndroni në balancë emocionale, të fitoni këtë inteligjencën emocionale, që të dini se cili është emocioni juaj, cili jo. Ose për shembull të dini që kjo gjë për shembull nuk më bën mirë, ose afektohet energjia ime shumë nga ky grupim, nga ky grup njerëzish, nga ky aktivitet, nga ky vend specifik, dhe ju të vendosni këtë kufirin që mos të shkoni më, mos të qëndroni më kaq shumë me këta njerëz, dhe kështu me radhë, dhe gjitha këto do të bëjnë të mundur që ju të arrini këtë balancën emocionale. Ju pra po mësoni se si të shkoni me ritmin e ujit. Dhe keni parasysh, ndoshta deri më tani ju keni shkuar me varkën tuaj në drejtimin e kundërt të rrymës. Dhe është shumë e vështirë që ju të çani rrymën në drejtimin e kundërt apo jo. Ashtu siç bën edhe Salmoni. Por ju tani më jeni duke mundësuar që ju të shkoni ose ta lejoni varkën tuaj të lirë, që të mund të mund të shkoj me ritmin dhe me rrymën. Dhe nëse e putre, unë asnjëherë, ndoshta një herë mund të kenë ndodhur që të kem ndaluar dhe të rregulloj kamerën, sepse përgjithsisht shikoj tek pjesa e kamerës dhe nuk është se fokusohem tek vetja ime si jam apo si po dukem, dhe kjo mund të tregoj për ju që ju ndoshta jeni tepër perfeksionist dhe përpiqeni që të doni të jeni perfekt përpara se të filloni dhe të ndryshoni apo të bëni diçka. Dhe mesazhi këtu është që nuk ka rëndësi ndonjëherë të jeni perfekt, sepse ndoshta nuk filloni kurrë, dhe ndoshta momenti juaj perfekt kalon,
Sa të që mos u shqetësoni për këtë, kur do që ju të filloni është momenti juaj perfekt, pra prandaj është kjo ideja që ju prisni momentin perfekt, ju prisni të jeni perfekt, ju prisni kohën e dur kur çdo dritë është jeshile, por ndonjëherë ne thjesht duhet të kalojmë kur një dritë është jeshile. Edhe nëse të tjerat janë të kuqe, nuk ka problem dhe ato do të bëjnë jeshile në kohën e tyre. Dhe kjo është ideja që të mos jeni kaq shumë perfeksionist, por thjesht të veproni kur e ndjeni të arsyeshme, dhe thjesht të lejoni veten të shkojë me këtë ritmin, dhe jo të shkoni kundra rrymës, pra kjo është mesazhi. Dhe ju do të ndjeni shumë të çliruar në momentin që ju i lejoni emocionet, thjesht jeni observuesi i tyre, jo ta afektojeni kaq shumë. Pra ta merrni si një lojë, ku në lojë ju nuk është se jeni, nuk e merrni shumë seriozisht si të thuash faktin që ky person po i përjeton këto emocione, por thjesht i lejoni të kalojni, observoni dhe nuk afektoheni prej tyre. Ky është një çlirim shumë i madh që ju do të ndjeni nëse bëni gjitha këto në këtë hënë të plot, në këtë hënë të re, pas së hënë të re. Të gjitha shenjat e zjarrit, për ju lidhet shumë tema e qëllimit, synimit dhe pasioneve tuaja, të cilat shumë bukur mund të bëhen ideja juaj që të ndiqni për të bërë diçka të bukur kreative, ndoshta edhe për komunitetin, ndoshta thjesht diçka të bukur dhe kreative, sepse ju jeni shumë kreativ, ju keni shumë pasion të zjarrt dhe thamë që viti i kalit të zjarrt po fillon, pra ju thjesht do të filloni të jeni në elementin tuaj dhe të doni të bëni gjërat që gjithnjë keni dashur dhe të filloni. Thjesht po mendoni çfarë mund të filloj, çfarë mund të bëj. Edhe vetë energjia është kaq e shpejta që un po kam vështirësi të flas të gjitha ato që po vinë në mendjen time tani, sepse janë shumë mesazhe dhe ndoshta ju do të ndjeni të nëse ju nuk të gëzoheni, të merrni frymë, të qetësoheni dhe thjesht të jeni në këtë paqe dhe thjesht i merrni njëra pas tjetrës gjërat, ju mund të filloni dhe të ndiqeni nga zjarri juaj kaq si të thuash i madh, sepse ju mund të doni t'i bëni të gjitha me njëherë, por nuk mund t'i përballoni dot. Dhe ndoshta edhe vetë gjitha këto ide mund të jenë shumë frustruese dhe të rënda për ju nëse ju nuk i ndani dhe nëse ju nuk të gëzoheni dhe nëse ju nuk kaloni kohën në natyrë apo thjesht po dëgjoj tani që mund të pini ujë vazhdimisht, sepse kjo mund të shkaktoj probleme dhe në sistemin tuaj nervor, pra thjesht duhet jeni të qetë, bëni ushtrime me frymarrjen. Gjitha këto ide që ju keni janë shumë të bukura, provojini të gjitha, por mundohuni që ta integroni pak elementet e tjera, siç është elementi tokës, elementi ujit, të integroni për shembull elementin e ujit dhe të zjarrit. Uji është ai që e ndez zjarrin më shumë, pra pasionin tuaj, pra emocionet, ushqyerja, të gjitha këto, balanca emocionale, sistemi nervor i qetë. Dhe gjithashtu zjarri është ai që drejton tani më rrugën që ndoshta uji mund të ndjek, pra këto emocionet tuaja, kreativiteti juaj, kjo energjia femërore të kanalizohet në diçka të bukur kreative. Dhe kur them energji femërore, wow, nuk e di nëse mund ta shikoni, janë kaq shumë. Dhe të them të drejtën, ka një 2-3 ditë që ndodh kjo gjë, nuk e di se pse. Kalojnë shumë të mëdha me zoq duke fluturuar dhe janë kaq bukur në harmoni me njëri tjetrin. Dhe kjo është pikërisht energjia e kësaj hëne të re, pra që na fton ne të jemi në harmoni me kolektivin, me të gjithë ne, dhe jo vetëm unë. Pra jemi ne dhe jemi të gjithë së bashku dhe ndoshta tani më po bashkohemi më shumë se kur në kuptimin që do ta ndjejmë këtë energjinë e komunitetit, qoftë në familje, qoftë në punë, në mjedisin ku shkojmë, të qëndrojmë, pra do të ndjemi shumë afër me njëri tjetrin. Gjithsesi, kjo është ideja, pra që ju tani jeni të lirë të fluturoni, mund ta shohim si një shenjë, të lirë që këto ide të ndiqni. Dhe mund të keni këtë motivimin e menjëhershëm që të drejtoj këtë zjarrin tuaj, por thjesht duhet të mësoni si ta kanalizoni, të mësoni si ta përdorni. Është ideja si për shembull po shoh tani një qiri dhe nëse ne ndezim të qirin duhet kemi kujdes, sepse një gabim i vogël mund të çojë në djegjen e të gjithë shtëpisë. Diçka që ne kemi punuar shumë, për shembull, diçka e pamenduar mund të prishë të gjitha planet tona. Prandaj është e rëndësishme që thjesht jeni në kontroll të zjarrit tuaj. Kur them zjarrit, është ky pasioni, janë këto dëshirat dhe energjia e jetës që shenjat e zjarrit kanë që të ecin përpara, të arrijnë
gjitha synimet që kanë, dhe kjo mund të jetë për shembull dhe thritja për të patur një rol leadershipi kudo që ju jeni, në çfarëdo lloj pune, profesioni apo familje, çfarëdo lloj gjëje qoftë. Dhe për çdo gjë kreative në fakt që krijohet, duhet patur kujdes që jo kujdes, por thjesht duhet patur integrimi i energjisë së ujit me energjinë e zjarrit dhe ndoshta edhe elementet e tjera, sepse këto simbolizojnë energjinë maskullore, energjinë femërore. Dhe çdo gjë që krijohet do të thotë që ju keni qenë në balancë me energjinë maskullore e femërore, dhe ajo është e shëndetshme. Sepse nuk ka rëndësi gjinia, ne i mbartim të dyja energjitë, ne kemi folur për këtë, nëse ju e keni dëgjuar videon, dhe nuk ka rëndësi gjinia juaj. Çdo herë që ne krijojmë diçka, do të thotë që ne kemi, ose energjia jonë maskullore dhe femërore e kanë krijuar këtë dhe e kanë sjellë në jetë. Lidhje me shenjat e tokës, për ju hidhet shumë në dritë fakti i strukturave që keni ndërtuar. Strukturë në kuptimin e jetës tuaj. Pra, nëse ju keni një farë rutine, jetese, shoqërie, familje, a është kjo vërtet me themele të forta? A është martesa juaj me themele të forta? A është shoqëria juaj një shoqëri e sinqertë? A janë për shembull a është mjedisi i punës suaj apo puna juaj diçka që vërtet ka baza të forta, që çfarëdo që të ndodh, ju, edhe nëse më e keqja ndodh, ju të mund ta rindërtoni prapë nga këto themele, sepse është shumë më e thjeshtë të rindërtosh diçka kur themelet janë të forta, sesa kur themelet janë të dobta dhe ndërtesa nuk është e fortë, por themelet janë të dobta. Pra është më keq kështu, sesa po të jetë e dobët ndërtesa dhe themelet të forta. Pra kjo është ajo që ju mund të pyesni veten dhe mund të sillet në mendjen tuaj, në fokusin tuaj. Sepse për gjithçka që ndërtohet, në momenti që është e dobët, do të thotë që ju keni patur në momenti që e keni ndërtuar besime limituese, emocione jo dhe aq të këndshme, që të gjitha këto janë mbartur në këtë krijimin tuaj dhe nuk është i shëndetshëm. Kjo është ideja, pra nëse ne i rishikojmë emocionet, besimet, të gjitha këto, ne mund të diktojmë se përse këto lidhje nuk janë siç duhet, përse ne gjithnjë mërzitemi dhe hasemi me konflikte, përse ne gjithnjë jemi të mërzitur nga x situatë në jetën tonë, sepse lidhet gjithmonë me ne të parët, përpara se të shkojmë dhe t'ja hedhim fajin gjithë të tjerëve përveç vetes sonë. Pra ndoshta ju keni nevojë për një ridizenjim të punës suaj, rutinës suaj, të marrëdhënieve, nëse nuk ndjeni që janë ashtu siç duhet. Nëse janë siç duhet, vazhdoni të ndërtoni mbi to. Çfarë mund të bëni gjithçka më të bukur, diçka më kreative, çfarë mund të bëni që është si të thuash nga kjo pemë të dalë një degëzim i ri, të rritet një degë e re dhe ndoshta të ketë lule të reja dhe më shumë fruta. Pra si mund të amplifikoni këtë energjinë e mirëqenies në jetën tuaj. Dhe për ju lidhet energjia që ju mund të bëheni të ndjeshëm në kuptimin që ose duhet të bëheni. Pra përsëri lidhet me aspektin që disa për jush duhet të bëhen, sepse nuk e dallojnë dot. Disa për jush janë dhe po e ndjejnë çfarë është toksike në jetën e tyre. Po e ndjejnë këtë energjinë toksike dhe mund të jetë dhe në ushqim. Ndoshta ju konsumoni ushqime toksike dhe ushqime që ju e dini që s'ju bëjnë mirë, por thjesht duhet vendosje një rutine të re dhe disipline që ju ta çlironi këtë lloj rutine të vjetër, identiteti të vjetër që përdorte këto ushqime toksike. Sepse çdo herë që ne ndryshojmë diçka, qoftë dieta, rutina jon, ne bëhemi një person i ri. Dhe ndoshta dhe gjërat më të vogla apo të ndryshojmë, ne thjesht bëhemi një personalitet i ri. Dhe nëse ju po pyesni, po njerëzit që janë njësoj gjithë jetën, ata nuk e kanë preferuar ndryshimin. E kanë patur frikë, se kanë pëlqyer, ka shumë arsye. Por njerëzit që i thon po ndryshimit, po të shikoni mund të duken si personalitete të ndryshme në fazat të ndryshme të jetës së tyre. Në lidhje me shenjat e ajrit, për ju po ndjej tani më një bllokim në çakrën time të fytit. Dhe mund të ketë diçka të bëjë në lidhje me komunikimin dhe në lidhje me faktin që ju duhet të komunikoni diçka apo thjesht duhet të përmirësoni komunikimin. Kjo është ajo që po ndjej për ju. Dhe gjithashtu, ju mund të merrni shenja të menjëhershme. Për shembull, ide të menjëhershme,
Ju shikoni që jam duke patur vështirësi të flas atë që po mendoj, pra ndoshta ju keni vështirësi që gjitha këto mendime t'i sillni dhe t'i flisni, t'i nxjerrni nga vetja juaj në një mënyrë koherente. Kështu që ndoshta ju thjesht duhet të reflektoni, thjesht të tokëzoheni pakës, sepse ndoshta jeni shumë në kokën tuaj dhe shumë po ndodh aty saqë ju thjesht jeni të dëzuar dhe të frustruar. Dhe mund të haseni shpesh nëse kjo po ndodh me dhimbje koke të shpeshta, të cilat në fakt mund të jeni mërzitur prej tyre tani më. Ajo që mund të bëni është thjesht t'i nxjerrni këto mendime. Qoftë edhe nëse nuk janë në mënyrë koherente, edhe nëse nuk e bëni nëpërmjet të folurit, mund t'i shkruani. Edhe sikur të jenë njëra këtu, tjetra aty, një fjalë këtu, një fjalë aty, shkruajini, sepse kjo do t'ju ndihmojë shumë. Apo thjesht flisni me veten tuaj, por disa njerëz e kanë më të thjeshtë të shkruajnë. Dhe për ju do të lidhet shumë fakti që ju e keni tani më. Pra nëse ju largoni këtë re mendimesh, do të jetë shumë e lehtë për ju që të vizualizoni veten tuaj dhe të punoni me këtë pjesën e identitetit të ri dhe të jeni të qartë çfarë duhet të bëni pas kësaj hënie të re. Pra nëse nuk e largoni këtë re mendimesh, do të jetë vështirë të shikoni diellin më pas. Kjo është ideja. Tani më, kalim tek pjesa e bukur për të gjithë ju që jeni të interesuar për ritualet. Janë shumë interesante për këtë hënë të re, duke filluar me të parin që është si të lidhemi apo të bëhemi njësh me veten tonë të re, identitetin tonë të ri pas kësaj hënie të re. Dhe shembull i bukur që mu tregova ishte për shembull të mendoni dhe të shikoni veten tuaj që nuk e doni, nuk e pëlqeni. Pra mund të jetë ndoshta pamja juaj fizike që s'ju pëlqen, mund të jenë flokët tuaj, mund të jetë një diçka e karakterit, thjesht ose mënyra si silleni që nuk ju pëlqen, mënyra si lëvizni, kur flisni, mënyra si qëndroni, mund të jetë gjithçka. Pra gjithçka që ju nuk e doni mund ta vizatoni nëse keni dorë për vizatim, aq më mirë, ose thjesht mund ta vizatoni në syrin tuaj të tretë dhe ta shikoni veten tuaj ashtu siç ju nuk e dëshironi. Kjo është pjesa e parë. Dhe në këtë pjesë ju të mundoheni ta shikoni që kjo vetja juaj me përzemërsinë më të madhe po largohet. Dhe ndoshta dhe ta përshëndesni, t'i thoni faleminderit që ke qenë me mua për kaq kohë, që më ke shërbyer për kaq kohë, apo thjesht kemi qenë bashkëdhëtar për kaq kohë. Por tani më, unë dua të jemi identiteti i ri dhe ka ardhur koha, kështu që shumë faleminderit, por është koha të ndahemi, mirupafshim. Dhe kjo mund të bëhet edhe me shumë gjëra të tjera, si për shembull me individës së kaluarës, me zakone, gjithçka. Pra faleminderit, për shembull po vjen ndërmend tani me duan pirjen. Faleminderit që më ke shërbyer për gjithë këtë kohë, faleminderit që ke qenë miku im në kohë të vështira dhe të mira dhe të bukura. Por tani më, identiteti im i ri nuk e preferon. Jo se nuk e preferon, por thjesht dua të provoj një identitet të ri, një avatar të ri. Përse jo? Jeta është për të eksploruar. Ishte shumë bukur eksperjenca e kaluar me ty, tani më dua të hapem ndaj eksperiencave të reja. Dhe me mirësjellje ju e largoni këtë zakon, identitet, gjithçka që ju nuk e doni. Apo thjesht ju mendoni që ka ardhur koha të themi stop. Dhe pasi bëni këtë, ju tani më e keni parasysh kur krijon një avatar që është pasgjë, domethënë që ju mund ta krijoni nga fillimi vet. Dhe ju mund të zgjidhni formën e trupit, flokët, syt. Okej, nuk po them që të ndryshoni 100%, se nuk mund të ndryshoni vetëm me operacione plastike pastaj, por thjesht ideja që ju mund të ndryshoni ndoshta edhe këto tiparet e karakterit por flas për aspektin fizik që trupi mund të rregullohet me palestër, por edhe fytyra mund të rregullohet me shumë ushtrime somatike dhe masazhe të ndryshme. Sigurisht që gjitha këto ndikojnë, por nuk është një ndryshim aq i madh saç disa prej jush mund të mendojnë. Gjithsesi, të mendoni dhe ta vizualizoni si e doni veten tuaj të re. Si mendoni që ajo është? Pasi e shikoni aspektin fizik, shikoni karakterin, shikoni mënyrën si sillet, shikoni mënyrën si lëviz, shikoni mënyrën si qëndron. Ndoshta më pas e çoni edhe më tej dhe shikoni se me cilët individ shoqërohet, dhe të vizualizoni edhe më shumë, të shikoni mjediset ku qëndroni dhe të zgjerohet
aftësia juaj e vizualizimit. Nëse nuk i bëni gjitha këto, mos u shqetësoni. Thjesht të bërja e pjesës së parë, pra thjesht të falenderoni dhe nëse nuk e shikoni, dhe thjesht të çlironi këto emocione dhe gjithçka ndihmon, dhe thjesht të thoni jam pro për shembull paqes, të qetësisë, të jem njëri më i qetë, jam gati që për shembull të kanalizoj kreativitetin nëpërmjet pasioneve të mia, të ndjek një rrugë të re, pra të gjitha këto mund t'i shkruani dhe nëse nuk e bëni pjesën e vizualizimit. Por është shumë e rëndësishme nëse ju e bëni, sepse ju ndihmon shumë. Dhe të gjithë ju mund të vizualizoni. Unë kam bërë një video në lidhje me faktin se si mund të vizualizojmë, ne të gjithë mund ta bëjmë. Dikush më shumë, dikush më pak, dikush më mirë, nuk ka më mirë më keq, po thjesht mund të përmirësoni me kalimin e kohës. Nëse ju vërtet e doni. Gjithçka që ju doni mund të bëhet. Mjafton që ju ta doni vërtet shumë. Nuk ka rëndësi se çfarë është. Nëse ju e doni, do të gjendet mënyra. Nëse ju nuk kishni dorë së provuari, ju do të shpërbleheni, sepse gjithnjë të dëruar dhe ata që vërtet mund ta shikoni si një test durimi që a vërtet e dëshiron ti këtë gjën dhe ju thoni patjetër që po dhe vazhdoni ta doni dhe kështu ajo ju vjen drejt jush. Rituali numër 2 është rituali që në fakt ndërthuret dhe me këtë të parin që ne tham, pra thjesht ju të çlironi këto lidhje të së kaluarës dhe mund ta mendoni veten për shembull ta vizualizoni. Dhe të mendoni se gjithsesi, para se ta them, unë jam shumë e lumtur që të ndihmoj nëse ju dëshironi, sepse të gjitha këto mund të bëhen edhe në një aspekt energjetik dhe unë mund t'ju ndihmoj në lidhje me këtë aspekt energjetik, në lidhje me kanalizimin e energjisë universale, që t'ju ndihmoj ju të çlironi këto bllokimet e së kaluarës dhe të jeni të hapur në eksperiencave të reja, pra nëse ju nuk e bëni dot vetë, sigurisht që unë jam këtu për ju. Por gjithsesi, uluni dhe mendoni të gjitha këto zinxhir, po shikoj tani që mund të jenë duke ju mbajtur pas, apo litar, çfarëdo që ju t'ju shkojë ndërmend. Dhe të gjitha këto janë ndoshta identitete, besime, mendime dhe persona të skaluarës që nuk duan që ju të largoheni. Ndoshta vetja juaj e vjetër nuk do që ju ta lini pas. Dhe të gjitha këto ju shtrëngojnë dhe ju nuk ecni dot përpara. Dhe prandaj ndoshta për ju nuk mund të ketë ndryshime nëse ju nuk e bëni këtë më parë, pra të çlironi veten nga këto litar. Dhe është shumë e thjeshtë, është më e thjeshtë nëse ju mendoni. Mjafton që ju thjesht të keni synimin e qartë dhe me mirësjellje ta bëni këtë dhe thjesht të jeni të fokusuar drejt vetes suaj, mos ta ktheni kokën pas, vetes suaj në të ardhmen apo çfarë gjëje të re ka jeta për t'ju ofruar. Dhe jo kjo që prandaj është çështja që të bëhet me mirësjellje, sepse nëse ne thjesht vazhdojmë dhe i evitojmë, aq më keq ata duan një përgjigje prej nesh, ata duan që ne të kthehemi pas, por në momentin që ne e bëjmë të qartë që ne po lëvizim me mirësjellje, e kaluara nuk na bezdis më, si të thuash, sepse fundja ne jemi në territorin ton të paqes dhe kjo pjesë nuk na afekton dot më ne në këtë territor. Në momentin që ne fillojmë dhe shqetësohemi dhe jemi në këtë energjinë e territorit të vjetër, është shumë herë më e thjeshtë që ne të shkojmë prapë aty dhe e kaluar do të bëj gjithçka që ne të shkojmë prapë aty. Prandaj është e rëndësishme të jeni në paqe dhe të qëndroni besnik ndaj besimit dhe synimit tuaj. Dhe e rëndësishme është ju thjesht të çlironi pritshmëritë. Kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Nëse ju bëni këtë, ju gjithnjë do të jeni të lumtur me gjithçka që keni në kohën dhe në momentin e dur, pra në të tashmen. Nëse ju keni pritshmëri, gjithnjë do zhgënjeheni. Sepse nuk duhet të kemi pritshmëri për gjërat. Është si të thuash, nuk kemi pse të krahasojmë për shembull, sepse çdo gjë është një dhuratë për ne. Por në momentin që ne kemi pritshmëri dhe themi, "Oh, kjo nuk ishte ajo që unë doja." Imagjinoni sa i shkënjyer mund të jetë ky person që na dha një dhuratë. Sepse fundja çdo dhuratë është e bukur. Dhe ai nuk do të na jap më dhurata dhe ky në këtë rast ky person është universi, pra në momentin që ne si jemi të lumtur me ato çfarë kemi, që janë një dhuratë, si mund të na jap më shumë dhurata kur ai mendon që ne jemi të zhgënjur për çdo gjë që na jep. Dhe kështu që ndalon dhe thot ndoshta kaq dhurata mjaftojnë për këtë person. Këto rituale dhe gjithçka dhe gjithë mesazhet që kam dhënë për këtë të re dhe ishte vërtet shumë e bukur, një energji shumë e bukur.
Do të shumë të njësha me opinionin tuaj, si keni ndjerë këtë energji, si do t'i ndjeni pasi kjo hënëre të kaloj, dhe eksperiencën tuaj sigurisht, jeni të mirë pritur të ndani opinionin tuaj, gjithçka në këtë komunitet që vërtet është gjë më e bukur për mua dhe uroj shumë që ne të gjejmë këtë ngrohtësinë dhe paqen dhe mirëkuptim në këtë komunitet. Shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur për të gjitha këto mesazhe, për të gjithë ju. Faleminderit shumë për të gjithë ju që bëni like, që komentoni, që bëni subscribe dhe që jeni pjesë e këtij komuniteti. Shumë faleminderit. Shihemi në video tjetër. Mirupafshim.